asgjë personale, sot do të jenë të ftuar në studion ton stilistët më të njohur shqiptar. Pa humbur kohë, po e nis me njëherë me prezantimin e zonjës Gjevrie. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit goce. Mirë nëma. Rosh për ftesën. Më vjen mirë. Mos vjen mirë fare, sepse në fillim duhet ta filloj që nga neve, pastaj prezantohesh atë restorantin aty. Më vjen keq, nuk kam gjë personale. O çuno, a di respekti apo jo? Jam femër unë këtu, çik respekt për femrat, femrat rreth par. Atë po thosha, femrat po ne tre atje, pastaj ju meshkujt, no? Ne do të vazhdojmë me prezantimin ton, me që Rimi është vetë prezantuar, unë po kaloj dhe po ju uroj mirëseardhjen zonjës Gjeraldin. Mirëmbrëma, Si e kishe emrin ti goce? Gjeraldina. Oh, kështu e boni ju kur dilim televizori nga Gjemile Gjeraldina, Duke kaluar dhe me njëherë të kiftuar I fundit, është I përhershëm në studion ton. Niko, përshëndetje. Përshëndetje, unë s'kam se e them dy herë përshëndetje, se është një gjë që thuhet sa herë se vjen thos përshëndetje, këse zëre se e kam thënë me pak fjalë. Po mirë atëhere, ju do të komentoni fotot, por përpara komentimit të tyre do dëshiroja që të merrja një opinion për ju, se si jeni veshur. Secili komenton njëri tjetrin. Mua më pëlqen salli se e ka kombinuar me taracën. Më pëlqen edhe ngjyra e lila se ka kombinuar me qiellin e orës 7:30, 8 pa këtyre kur është duke akson. S'ka marrë duke fole, ara nuk e ksyri vetin, ksyri merr vetin e bosi kameleon, tu si tiger, këtë poshtë e bosi peshkador, këtë dal me gjojt. Ti lulzimo që ke lulzu krejt minon, pas ka atë pranvera cepem cep, që ke bosi lule muagesh. Faleminderit shumë. Rimi, ndo një koment më tepër? Më vjen mirë për zonjën se ka shije, goxhan shije. Bire, unë për të do thosha që më vjen keq, po nuk I shkon fare, ngjyra e fundit me mustaqet nuk I shkon fare. Okej, e përfundojmë njëherë këtu komentin me veshjet tuaja, do të shkojmë tashmë njëherë të shohim fotot. Në fakt, ju do të shihni personazhe të cilët janë me fytyrë të mbuluar, por pas komentit të stilistëve tanë, do të kemi mundësi të zbulojmë se cilat janë ata. Le të shohim foton e parë. Ja ku është. Që nga politikane se I pas ka vendosur pikat mbi I. Sa marat që ka krejt, do me tha me pikat, do me apre vijat, dalin pro pikat. O, një jaft, pika. Jo, më pëlqem dhe, shumë e bukur. Ajo nuk është shumë, dhe më fakt, pësoj me pika, sa I jetë paska, ngrije pa kapele zhozi, sa të qopë që plasa. Gjevria, ju ndo një koment? Si dia, ju pika duket e modhe, kuptoti? Nuk është ta mon piko, është e modhe si biçim kru topi. Dakor. Rëndësishme... Ajo duket ta mam që është pika. Me topa, bëj me topa këtë kongë një, del më mirë rezik. Kjo nga ta pikat me topa. Të lutem, rëndësishme është që ju mos të nxisni konflikte. Është zbuluar personazhi është zonja Jozefina Topalli. Shkojmë njëherë tek fotoja tjetër. Ja ku e shohim. O vdeksha o zot. Që e more pas ka kombinu gishtat me flokët? A tash që ato të zonjës Topalli ishin topa, se ja, ku dollën topat, ja ka fut Sali Berishës. Ja, dullën topa, dullën. Ja. Po? Mua më pëlqen ka kombinuar me ato xixat të bardha blu, skojnë, më thënë, edhe këmisa është sik, është vesje sik, më thënë. Skon edhe me komodinën, skon ngjyra që ka përdorur me komodinë dhe me thapkat. I shohim qartë shapkat. I shefti se me kafi këtë flasi, se a I së shvesh fare bukunje, para bunës, po këti që ma me folë që ka halë se I myllë tunelin e s'ka ku ikën bashkajnë. Në fakt se unë jam edhe për rrugë edhe se mos në prisin punë. Po mirë atëherë. Ju zonja Gjeraldin dhe zonja Gjevria, ndo një koment më tepër, apo të shkojmë një të komentit? Kur jep koment ky që ka punu ke Reçeli me kavanoza, qatë them unë? Qatë thush? Atëherë, le të shohim foton e radhës.
Është një foto disi e veçantë, kështu që edhe komenti juaj duhet i fortë. Po, mu e be thonë diska, është një kombinim i shkëlqyer e nxyrës makaronave me vinë 4 që ka solli sipër që e përbur kuqen, me kuqen tjetër poshtë më do këtë mirë dhe veshët kombinoj me një tjetrin. Vesht i ka disaj, po. Po ta shofësh i qik mo thellë ti goce, e shef si kur jo që rrit mjeka, jo zgjat këshu. E në kjo trego që Edi Rama nuk e rruiq. Po s'ka thu bre vla, a makaronat nuk ka mjeker. Unë për vendi do thosha që ky si ka pas qenë vesh në kotë vetë kuanti këto makarona, tem dete me ato qitjanet, me ato gjënë, që duke shumë i bandshëm, ka pas qenë vesh me bukur. Ta shi e ka makaronas, mua mbetin fare e ka makaronas. E ka prish, do më thonë, nuk e di, shalin për qenë që ka në kokë, shalin e ka ati, me njëra të i të berit, on zot, lene, mos e mpyrë. Edhe shumë pak sekonda na kanë mbetur, kështu që diçka e fundit nëse keni për të replikuar kundrejt njëri tjetrit, do ishte mirë që... Jo, ajo që do thosha unë ishte vetëm për 1 minutë. Po vjen keq, sekondat kanë përfunduar, ju lutem. Qa kemi? Lajmërimi do poshtë. Ju lutem, kam nevojë të flas. Kjo rubrik nga asgjë personal është kthyer në totalisht personale, kështu që e mbyllim, ju lëm në performancën e grupit Links. Faleminderit dhe gëzuar.